Pas çdo ndërhyrje kirurgjikale, sidomos me natyrë ortopedike, na lind një sfidë e heshtur. T'i rikthejmë pacientit lëvizshmërinë e plotë pa pasur dhimbje. Në këtë rast, fizioterapia nuk mbetet më zgjedhje, por është një etapë e domosdoshme dhe e pashmangshme për rikuperimin e plotë. Disa nga ndërhyrjet kirurgjikale më të zakonshme janë proteza totale e gjurit, proteza totale e kokës femorale, ndërhyrjet kirurgjikale të pjesa supit dhe shpatullës, frakturat e trajtuara me vida ose pllaka, rikonstruksionet e ligamenteve të gjurit dhe operacionet në shtyllën kurrizore. Atëherë shërimi nuk vjen vetvetiu. Ai kërkon përkushtimin tënd, profesionalizmin ton dhe një plan sa më efikas rehabilitimi çdo ditë pranë klinikës tonë dhe në ambientet e shtëpiave tuaja për personat e pamundur që zhvendosen, punojmë në mënyrë të palodhur për rikuperim është një histori suksesi dhe juaja mund të jetë historia radhës.